Hiqini varicet me këtë lëng një gotë çdo natë para gjumit. Varicet janë një problem që prek mijëra njerëz, sidomos pas moshës 35 vjeç, por jo vetëm. Ato shfaqen si vena të zgjeruara, të errëta, të fryra dhe shpesh të dhimbshme në këmbë. Për shumë persona nuk janë vetëm çështje estetike, por edhe dhimbje, ndjesi rëndese, djegje dhe lodhje vazhdueshme. Nëse edhe ju zgjoheni në mëngjes me ndjesinë sikur këmbët peshojnë 1 ton, ose në mbrëmje mezi prisni të shtriheni për të çlodhur venat e lodhura, ky artikull është për ju. Sot do t'ju tregojmë për një lëng natyral, të thjesht për të përgatitur në shtëpi, që shumë njerëz e përdorin si mbështetje për qarkullimin e gjakut dhe për lehtësimin e simptomave të variceve. Një gotë çdo natë para gjumit, dhe ndryshimi mund të fillojë të ndihet pas disa javësh. Çfarë janë varicet dhe pse shfaqen? Varicet krijohen kur valvulat e venave nuk funksionojnë siç duhet. Normalisht, këto valvula ndihmojnë gjakun të ngjitet lart drejt zemrës. Kur dobësohen, gjaku grumbullohet në vena, duke i zgjeruar dhe deformuar ato. Shkaqet më të zakonshme përfshin: qëndrimi i gjatë në këmbë, ulja për periudha të gjata, predispozita gjenetike, mungesa e aktivitetit fizik. Simptomat përfshin: dhimbje ose ndjesi pulsimi, rëndes në këmbë, fryrje, kruarje rreth venave, ngërçenate. Lëngu natyral që mbështet qarkullimin e gjakut. Ky kombinim përmban përbërës të njohur për efektet e tyre anti-inflamatore dhe për mirësimin e qarkullimit. Përbërësit: një gotë ujë i vakët, lëngu i gjysmë limoni të freskët, një lugë çaji mjalt natyral, një maj lugë gjenxhefil pluhur ose pak rënje e freskët e grirë, një lugë çaji uthull molle opsionale. Si ta përgatisni? Ngrohni lehtë ujin, jo të nxehtë. Shtoni lëngun e limonit, përzieni mjaltin derisa të tretet, shtoni gjenxhefilin dhe uthullën e mollës. Përzieni mirë dhe pijeni 30 minuta para gjumit. Pse ky lëng mund të ndihmojë? Limoni, i pasur me vitaminë, ndihmon në forcimin e mureve të enëve të gjakut dhe përmirëson elasticitetin e tyre. Gjenxhefili ka veti anti-inflamatore dhe mund të ndihmojë në hollimin natyral të gjakut, duke përmirësuar qarkullimin. Mjeti vepron si antioksidant dhe mbështet shëndetin e përgjithshëm të sistemit kardiovaskular. Uthulla e mollës. Disa persona raportojnë se ndihmon në reduktimin e fryrjes dhe ndjesisë së rëndesës në këmbë. Çfarë mund të prisni? Nëse konsumohet çdo natë për 3-4 javë, mund të ndjeni më pak rëndesë në këmbë. Fryrja mund të reduktohet. Ngërçet e natës mund të bëhen më të rralla. Ndjesia e lodhjes në fund të ditës mund të ulet. E rëndësishme, ky lëng nuk i zhduk varicet brenda natës dhe nuk zëvendëson trajtimin mjekësor. Ai shërben si mbështetje natyrale për qarkullimin dhe lehtësimin e simptomave. Këshilla shtesë për rezultate më të mira. Për ta kombinuar me lëngun, ngrini këmbët për 15-20 minuta çdo mbrëmje. Ecni të paktën 30 minuta në ditë. Shmangni qëndrimin e gjatë në një pozicion. Konsideroni çorape kompresive. Pini mjaftueshëm ujë gjatë ditës. Kur duhet të konsultoheni me mjekun? Nëse keni dhimbje të forta, ndryshim ngjyre të lëkurës, plagë të hapura pranë venave, fryrje të papritur në një këmbë, duhet të kërkoni këshill mjekësore menjëherë, pasi mund të jetë diçka më serioze si tromboza. Një gotë lëng natyral çdo natë para gjumit mund të jetë një hap i vogël drejt këmbëve më të lehta dhe një qarkullimi më të mirë. I kombinuar me stil jete të shëndetshëm, mund të ndihmojë ndjeshëm në lehtësimin e simptomave të variceve. Tani do të shkojmë më thellë. Do të flasim për një përbërës tjetër shumë të përfolur në mjekësinë natyrale për venat e fryra, si dhe mënyrën e duhur të përdorimit të tij. Por para se të vazhdojmë, një sqarim i rëndësishëm. Varicet nuk zhduken me një recetë magjike. Ato janë rezultati i dobësimit të valvulave të venave. Megjithatë, përmirësimi i qarkullimit, ulja e inflamacionit dhe forcimi i mureve të enëve të gjakut mund të bëjnë diferencë reale në pamje dhe në ndjesi. Përbërësi shtesë. Hudra. Hudra është përdorur prej shekujsh për shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut. Ajo përmban komponime si alicina, e cila ka veti anti-inflamatore dhe ndihmon në përmirësimin e rrjedhjes së gjakut. Si ndihmon hudra te varicet? Përmirëson qarkullimin e gjakut. Ndihmon në reduktimin e inflamacionit. Mund të ndihmojë në parandalimin e grumbullimit të gjakut. Mbështet elasticitetin e enëve të gjakut.
Shumë persona që e kanë përfshirë hudrën në dietën e tyre raportojnë ulje të ndjesisë së rëndesës dhe më pak fryrje në këmbë pas disa javësh. Si ta përdorni hudrën me lëngun e natës? Ju mund të shtoni një thelb të vogël hudre të shtypur mirë, ose lug çaji hudër pluhur cilësore. Shtojeni në lëngun që përgatitet në pjesën e parë. Përzjeheni mirë dhe pijeni 30 minuta para gjumit. Nëse keni stomak të ndjeshëm, filloni me sasi shumë të vogël. Hudra mund të shkaktojë djegje stomaku tek disa persona. Kombinimi i brendshëm, aplikimi i jashtëm. Përveç konsumimit të lëngut, mund të përdorni një metodë të jashtme për të përforcuar efektin. Vaj ulliri me hudhër dhe limon. Përbërësit: 3 thelpinj hudre të shtypur, 3 lug vaj ulliri ekstra i virgjër, lëngu i gjysmë limoni. Përzjehini dhe lërini 12 orë të pushojnë. Çdo mbrëmje, masazhoni zonat me varice me lëvizje të buta nga poshtë lart për 10-15 minuta. Kjo ndihmon në stimulimin e qarkullimit dhe relaksimin e muskujve. Sa kohë duhet ta përdorni? Rezultatet nuk janë të menjëhershme. Zakonisht duhen 3-4 javë për të ndjerë lehtësim në rëndesë, 6-8 javë për ndryshime më të dukshme në fryrje. Konsistenca është qelësi. Një gotë çdo natë pa ndërprerje. Ushqime që duhet të shtoni në dietë. Nëse vërtet dëshironi të ndihmoni venat tuaja, përfshini boronica dhe fruta të errëta, antioksidant të fuqishëm, spinaq dhe perime me gjethe jeshile, arra dhe fara, ujë të mjaftueshëm gjatë ditës. Shmangni kripën e tepërt, ushqimet e përpunuara, qëndrimin e gjatë pa lëvizur. Kujdes i veçantë. Mos përdorni hudhër në sasi të mëdha nëse merrni ilaçe për hollimin e gjakut. Keni presion shumë të ulët. Keni probleme serioze me stomakun. Në këto raste konsultohuni me mjekun. Një këshill që shumë njerëz e harrojnë. Çdo natë para gjumit vendosni një jastëk nën këmbë për t'i ngritur pak mbi nivelin e zemrës. Kjo ndihmon drenimin e gjakut dhe zvogëlon presionin mbi vena. Ky veprim i thjesht i kombinuar me lëngun natyral mund të bëjë diferencë të madhe në disa javë. Pas 2 pjesëve të para, tashmë dini sekretin e lëngut natyral me limon, mjalt, xhenxhefil dhe hudhër, si dhe masazhi me vaj ulliri që përforcon qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në lehtësimin e variceve. Në këtë pjesë do të fokusohemi te ushtrimi i thjeshtë, këshillat për përdorimin afatgjat dhe rezultatet që mund të prisni. Ushtrimi i thjesht 5 minutësh për këmbë më të lehta. Madje edhe pa pajisje mund të stimulohet qarkullimi i gjakut. Shtrihuni mbi shtrat ose tapet, ngrini këmbët pak mbi nivelin e zemrës. Lëvizni këmbët lart poshtë si biçikletë 1-2 minuta. Përkulni dhe shtrini këmbët ngadalë 1 minutë. Rrotulloni kyçin e këmbës në mënyrë të qetë 1 minutë. Shtrëngoni dhe lironi muskujt e viçit 1 minutë. Ky ushtrim i thjesht ndihmon në stimulimin e qarkullimit. Ul presionin mbi venat dhe lehtëson ndjesinë e rëndesës. Si të kombinoni gjithçka për rezultate maksimale? Çdo natë para gjumit. Pini një gotë lëng me limon, mjalt, xhenxhefil dhe hudhër. Masazh i jashtëm. Përdorni vaj ulliri me hudhër dhe limon 10-15 minuta në zonat me varice. Ushtrimi i shtratit. Bëni ushtrimin e thjesht 5 minutësh për qarkullim të mirë. Ngritja e këmbëve. Vendosni një jastëk nën këmbë gjatë natës. Dietë e shëndetshme. Ushqime të pasura me antioksidant dhe lëngje të mjaftueshme. Çfarë mund të prisni në javët e para? Reduktim të ndjesisë së rëndesës dhe lodhjes. Ulje të fryrjes dhe ndjesisë së ngërqit. Venat mund të duken më pak të fryra dhe më të buta. Përmirësim të ndjeshëm të qarkullimit të gjakut. Kujdes. Rezultatet ndryshojnë sipas individit dhe asnjë recetë natyrale nuk e zëvendëson trajtimin mjekësor kur ka komplikacione serioze. Përfundim. Ky kombinim, një gotë lëng çdo natë, masazh i jashtëm, ushtrim i thjeshtë dhe ngritje e këmbëve, është një metodë natyrale që shumë njerëz e përdorin për të ulë ndjeshëm simptomat e variceve dhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Me përkushtim dhe këshilla të thjeshta, këmbët tuaja mund të ndihen më të lehta dhe më të shëndetshme brenda disa javësh.